Dje në mbrëmje në orën 7, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me demokratët e Lushnjës tek palestra e shkollës 9-vjeçare Fotopuka, ku prezantoi kandidatët për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari komanduar i Partisë Demokratike Dega Lushnjë, Elsi Dogjini, e quajti të veçantë ditën e djeshme, pasi është dita e një fillimi të ri për një të ardhme më të mirë. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon fillimin e një rrugtimi të ri, rrugtimi shprese, besimi dhe përkushtimi për të ardhmen tonë të përbashkët. Jemi këtu së bashku për të hapur fushatën elektorale të Partisë Demokratike e qytetit Lushnjë, për të ndarë me ju vizionin tonë dhe për të kërkuar mbështetjen tuaj në këtë garë të rëndësishme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, mes entuziazmit dhe thirrjeve, deklaroi se ekipi i Partisë Demokratike ka kandidatët më të mirë që mbështeten në vlerat familjare dhe janë si nata me ditën me ekipin e Partisë Socialiste. Të shquar njerëz të suksesit, njerëz me dijet që përfaqësoni vlerat më të arrira të familjeve, të komunitetit, të qytetit dhe fshatrave të këtij rrethi. Do përfaqësonin parlament me dijet interesat e tyre më jetike dhe më të mira. Krahasimi juaj me deputetët e Lubis, deputetët e Shytve janë të krahasosh natën me ditën.